E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit që kanë të bëjnë për Egli Takon. Egli Takon natën e mbrëmshme ka shkëlqyer në koncertin e saj të radhës. Qindra mijëra shqiptar kanë qenë pjesë e kësaj mbrëmje kaq të bukur, ku Egli ka performuar, ku Egli ka kënduar këngët e saj, ku Egli në fakt është argëtuar dhe ka shijuar pafund këtë koncert. Të gjithë njerëzit në fakt që janë në krah të Eglit, që po rinë pranë Eglit, që kanë të bëjnë me Eglin, qoftë ato koncerte apo emisione apo projekte të ndryshme që Egli sjellën në skenë, ndjehen fatlum, ndjehen të bekuar në atë moment. Do të thënë Egli e ka këtë mundësinë e kësaj energjie për ta transmetuar te publiku këtë lloj pozitiviteti që ajo vajzë ka brenda vetes së saj. Fansat e saj nuk heqin dorë asnjëherë, domethënë nga Egli. Të gjithë mundohemi të kuptojmë se çfarë ka diçka të re tek Egli. A ka krijuar një lidhje dashurie, a ja ka besuar zemrën e saj dikujt, apo ndërton emocione. Me patjetër që lëre për këngën që të gjithë janë të interesuar kur do del kënga e Eglit, sa shpejt do të jetë në skenë kënga e Eglit, duam ta shohim Eglin, na mungon, na ka marr malli. Domethënë publiku akoma qëndron me atë nostalgjinë që Egli e la që nga Big Brother i saj, po gjithsesi Egli po punon me shumë intensitet. Egli tani është drejt përfundimit një rruge shumë të bukur, një rrugë që në fakt tregoi dimensione të ndryshme të Egli që ne nuk kemi patur fatin t'i shohim në Big Brother, sepse domethënë loja e madhe që u bë, ashpërsia që u krijua brenda asaj loje, nuk e la ndoshta Eglin që të na tregon atë Eglin e vërtet, dhe nga emisioni e Zdej, nga projektet e saj dhe nga kjo dritarja e vogël por me shumë rëndësi për Eglin edhe për fansat Instagrami, Egli na ka treguar natyrën e saj, na ka treguar atë Eglin e vërtet që realisht e kishte fshehur brenda vetes. Egli ka premtuar që do të vi me super projekte, pa marrë parasysh që Big Brother i saj pati përfundim. Ajo nuk është se ka përfunduar Big Brotherin e jetës jashtën, se realisht jeta është një Big Brother. Ne çdo ditë jetojmë sfida, jetojmë dinamika, kemi anët të lëvizshme emocionale tona, dhe kështu që domethënë Egli me shumë dashuri, siç duket, po nis këtë rrugtimin e bukur të jetës. Egli do të na sjellë një këngë që është premtuar që do të vi pikërisht tani në vitin 2026. Një këngë që ka të bëjë me emocione dashurie. Domethënë është një balad që nga informacione që un kam arritur të siguroj është një balad solo, nuk ka bashkëpunim këtë herë. Mendoj që publiku dëshiron ta shikon dhe atë Eglin që ne kemi mbështetur gjithmonë, siç e mbështetëm tek kënga Jet, që është fantastike, domethënë në bashkëpunimin e saj, dhe për këtë gjë dua që gjithmonë domethënë Egli të jetë sa më glamuroze dhe sa më afër nesh. Ajo ndjet shumë e lumtur për rrugtimin që po bën në top, njëkohësisht edhe për emisionin e ri që do ta sjell, një emision shumë interesant, me patjetër që topi nuk do heqën dorë nga Egli, nga klikimet që nga Egli, nga suksesi që ka Egli, me patjetër që do të jetë pjesë e këtij televizioni. Topi është një familje shumë e madhe ku të gjithë moderatorët janë duke luftuar për klikime, punojnë për klikime dhe sjellin gjëra të bukura për klikime, dhe ndërto do të jetë edhe Egli Tako. Egli po e shijon suksesin e saj, me patjetër që ishte falënderuese dhe mirënjohëse për rrugtimin që ka bërë në Big Brother dhe ka mbështetur natën e mbrëmshme Ledion Liço në rrjetin e saj social, por gjithsesi doja të marr mendimin tuaj çfarë këngë mendoni që do sjellë Egli. Unë e di që do të sjellë një balad shumë të bukur.